Të sinqert ishin pra edhe pejgambert e Zotit. Para se ata të merrnin misionin e nubuvetit, e risaletit, e pejgamberllëkut, ata vinin nga familje të shëndosha, po mbi gjitha ishin individ me karakter dhe sinqeritet. Dhe pikrisht dhe Resulullah a.s. tregoi se ka ardhur pa me ngrit, me lartësu virtutin, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, pra ka ardhur me ngrit ahlakin, sinqeritetin dhe me formue elita të shnosha dhe të sinqerta. Wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ddin. Pra, ata janë të urdhnuar pe Zotit me pas ihlas, me pas sinqeritet. Me pas sinqeritet në namazet e tyne, që ata kur të falen, alladhina hum fi salatihim khashi'un, të jenë pra të kujdesshëm, khashi'un, po të kenë edhe frikë, po edhe dashuri, frikë, respekt gjatë ibadetit të tyre. Pikërisht pra, rëndësia e sinqeritetit është në një kompani, është në industri, është në shtet, është në udhëheqësi, është në leadership, është kudo pra e rëndësishme të jesh i sinqert. Pastaj është të jesh i sinqert me fëmijët e tu, të jesh i sinqert me bashkëshorten, të jesh i sinqert me nanën, me babën, me vllahun, me motrën, kështu që do të ndërtosh një shoqëri të shëndosh. Njerëzit e pasinqert gjithmonë kanë sjell pra vetëm debakël, kanë sjell vetëm katrahur dhe çoroditje dhe shturje dhe asgjë tjetër. Prandaj Muhamedi a.s. që e kemi shembullin më të mirë, ishte shumë i sinqert me të rit, ishte shumë i sinqert me ushtarët, ishte shumë i sinqert me mësuesit, ishte shumë i sinqert me njerëzit që kishte rreth e qark. Prandaj, sinqeriteti i tij i madh ndërtoi një shoqëri shumë të shëndosh. Dhe njerëzit që ndërtojnë shoqëri të shëndosh janë njerëz të sinqert. Prandaj, gjithmonë kur e flet drejtësi, sigurisht se Zoti ka me ngrit edhe ka me të lartësu.